Atëherë dashur, rikthyem studio dhe siç edhe përmenda Apuceka më herët, mysafirja të cilën e kam sot, që është shumë e këndshme, po ashtu dhe tema që do trajtojmë, besoj, është nga mënyrat më të bukura për të përmbyllur edhe javën. Kam të ftuar sot nxënësen e talentuar dhe të përkushtuar, sepse si gjithmonë kujdesemi të japim hapësirë edhe talenteve të reja dhe promovimit të tyre. Kam sot me mua në studio Rudina Saqipin. Përshëndetje Rudina, shumë kënaqësi të të kam sot në emision e dashur. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë dashur, ti sapo ke mbaruar vitin e 4 në shkollë fillore, po ashtu edhe vitin e 3 në shkollën e muzikës, sepse je multitalentuar, ta quajmë kështu. Si është zakonisht një ditë e zakonshme për ty, që nga shkolla deri tek aktivitetet e shumta të tjera që ti ke? Dita ime fillon me familjen time dhe pastaj në treg përgatitem për në shkollë dhe mundohem që të shkoj çdo ditë e përgatitur në mësime. Pas shkollës bëj detyrat, ushtroj dhe lexoj në violin dhe kam dëshirë të kaloj kohën e lirë me familjen time dhe shoqet e mia. Domethënë ti gjen kohë për gjithçka. Përveç aktiviteteve si violina, shkolla dhe po ashtu normal nuk diskutohet kalimi të kohës me shoqërinë dhe familjen, ti po ashtu ke marr pjesë edhe në gara dhe ka arritur rezultate të shkëlqyera. Nëse nuk gaboj, ke marr vendin e parë në garat komunale. Si e ndjer kur e morë këtë çmim? Kam qenë në gara komunale të organizuara nga shoqata e biologëve të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe aty mora vendin e parë dhe isha shumë e lumtur dhe krenare për veten. Pastaj ke vazhduar edhe në garat rajonale, apo jo? Kur dhe aty u shpërbleve me çmimin e dytë, gjë që është shumë punë e madhe. Si të bëri kjo ty të ndihesh, apo si shpërblim për punën tënde, besoj? Vendin e dytë e mora në gara rajonale, gjithashtu të organizuara nga shoqata e biologëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe mu hapen dyert për në gara shtetërore. Cilat nga këto gara, apo në përgjithësi gara që ka qenë më sfiduese për ty dhe pse? Gara shtetërore ka qenë më sfiduese sepse konkurenca ishte shumë e madhe dhe pyetjet ishin më të vështira. Me që pyetje të vështira nuk diskutohet, numri i madh i pjesëmarrësve, gara shtetërore, secila ka rëndësinë e vet, por sidomos gara shtetërore do të thotë shumë. Si përgatitet Rudina për garat që merr pjesë? Unë për në garë përgatitem së bashku me mësuesën time, Fatime Sali Sakipi, të cilën më ndihmon të përgatit materialin dhe unë të gjitha i mësoj me kujdes, por edhe me ndihmën e mamit tim, të cilën më ushtron çdo ditë në shtëpi. Më thonë ke shumë për kraja, apo jo nga të gjithë. Ke pasur ndonjë moment apo ndonjë situatë ndoshta kur ke thënë jam pak e lodhur ose pak e pasigurt dhe si e ke të kaluar ti këtë gjë? Kur afronte dita që unë të hyja në garë, kisha pak emocione, por aty kisha mamin dhe papin, të cilën më jepnin besim që unë t'ja dalë. Çfarë ka mësuar këto gara tjetër, përveç domethënë gjatë përgatitjeve ti po se po ke mësuar ato mësime që duheshe për garat, po çfarë tjetër të ka mësuar këto gara aty? Më ka mësuar që të jem e durueshme, të kam besim në veten time. Këto virtyte le t'i quajmë kështu apo shprehi shumë të rëndësishme edhe në instrumentin që ti do na luash pas pak. Po përmend prindërit, mësueset, gjithë këta që po të mbështesin. Sa ka ndikuar mbështetja prindërve në rrugtimin tënd? Prindërit më kanë mbështetur shumë. Ata më motivojnë çdo hap të rrugës të jetës sime. Ke ndokush përveç prindëve ose edhe vetë prindëri që të motivon ty ndoshta në çdo ditë të jetës tënde? Po, kam prindërit e mi që më motivojnë, vëllau im, Roni, dhe mësuesja ime. Është kjo ndoshta mësuesja që përmend ndonjë nga mësuesit që të këty ndikon shumë dhe të qëndron pranë? Po, kam mësuesit e mia të cilën japin më të mirën për mua, por kam edhe mamin tim të cilën është mësuese në shkollën 7 Marsi, në shkollën ku unë mësoj dhe më mbështet shumë që unë t'ja dalë. Është shumë bukur, i ke gjithë afër aty që të rinë gati të mbështesin edhe që ti të kesh sukses me këtë vullnet të madh që ke. Trego pak për garat shtetërore, sepse përmendëm garat komunale, përmendëm dhe ato rajonale që fitove çmime, po ashtu dhe the që ishte shumë gjë rëndësishme që more pjesë në garat shtetërore, po më trego pak se si u ndjeve, si shkuan këto gara shtetërore, domethënë çfarë faktikisht i bëra apo prezantove në këto gara.
Gara shtetërore ishte një përvojë shumë e bukur dhe e vlerëshme dhe isha shumë e lumtur që e përfaqësova shkollën së bashku me shoqen time, Tuana Murtezi, dhe gjithashtu fituam një uri të reja. Përveç rezultateve në shkollë dhe në këto gara që po përmendim, ti ndjek mësimet edhe në shkollën e muzikës, apo jo në Kumanov, siç edhe e cekëm më herët. Si lindi dashuria jote për violinën? Që e vogël më ka pëlqyer muzika. Kur dëgjova tingujt e violinës, u dëshirova menjëherë me atë instrument. Edhe vazhdon ta duash apo po njësoj edhe tani? Do na performosh diçka? Po. Tani nëse ka mundësi me që e ke edhe me veta. Po. Të lumt, shumë bukur. Faleminderit që na solle sadopak tingujt e violinës në studio. Vërtet e bëre këtë të premte edhe në përgjithësi javën na bëre shumë pozitive dhe më të bukur. Falenderoj shumë. Faleminderit. Na, cila pjesë ishte kjo? Fëmijët. Fëmijët, tamam edhe për qeshorin, sepse nifet pak a shumë si muaji i fëmijëve, kishim dhe një qeshorin festin e juaj, që shumë bukur të përgëzoj. Trego tash pak se çfarë, sepse kuptuam se si të lindi dashuria për violinën, po çfarë të pëlqen më shumë ty tek violina, tek ky instrument? Te violina më pëlqejnë tingullet e tij i veçantë. Dhe çfarë ndjen tash për shembull kur na performove këtu në studio apo në skenë kur ngjitesh para publikut dhe performon? Çfarë ndjen Rudina në ato momente? Në fillim kam pak emocione, por pas pak ndjehem e gëzuar dhe e lumtur dhe dua t'i falenderoj dy mësueset e mia, Zona Zymberi dhe Funda Ali, që më kanë bërë të dua më shumë violinën. Shumë bukur. Të ka mësuar ndonjë gjë muzika, siç edhe the garat apo mësimet në shkollë, ka mësuar ndonjë gjë edhe muzika apo shkolla e muzikës, ndonjë gjë që mund ta praktikosh edhe në jetën e përditshme? Më ka mësuar të jem e disiplinuar, të jem e durueshme dhe përqendrueshme. Ashtu. Si e kalon kohën e lirë, ndoshta edhe pas ushtrimeve të violinës, pas shkollës dhe gjithçka, si e kalon kohën e lirë Rudina? Më së shumti kohën e lirë e kaloj duke luajtur me vllaun tim, por ka disa raste që edhe lexoj edhe lektyra të ndryshme. Leximi shumë i rëndësishëm apo jo? Ka ndonjë, sepse besoj kjo që na performove sot, ndoshta është një nga të preferuarat e tua apo jo? Ka ndonjë pjesë tjetër muzikore që ty të pëlqen të luash në violinë? Kam disa këngë të preferuara që më pëlqejnë t'i performoj. Me gjitha këto, le të themi, aftësi, talenta dhe vullnet që ke, sepse duhet kesh dhe vullnet dhe përkushtim për të bërë gjitha këto gjëra, pa diskutuar dhe mbështetjen që ke nga prindërit dhe mësuesen, ku është Rudina vetën në të ardhmen? Çka preferon më shumë? Ëndra ime është që të vazhdoj të kem sukses në mësime dhe të jem një violiniste e shkëlqyer. Do të thënë, ëndra me violinën do vazhdoj. Dhe
Me që e përmendëm dhe muaji i fëmijëve, shumë fëmijë ndoshta edhe po na shikojnë, ju pëlqej padyshim edhe performimi yt në violinë, po dëgjojnë se sa e talentuar dhe sa përkushtuar edhe në shkollë. Çfarë do ju thojë këtij fëmijëve të tjerë që ndoshta kanë dëshirë të merren qoftë me violinë apo të kenë angazhime në jetë apo të arrijnë sukseset që po arrin dhe ti? Dua të i them që të kenë besim në veten e tyre dhe të punojnë për ëndrat e tyre. A mendon ti se çdo fëmijë ka një talent që duhet zbuluar apo që ka për të zbuluar? Po, mendoj se çdo fëmijë ka një talent të veçantë. Mjafton të zbulojë dhe të zhvillohet me dashuri dhe përkushtim. Shumë bukur atë dhe uroj që gjithë që po na dëgjojnë ta marrin parasysh këtë këshill. Dhe kam edhe një pyetje të fundit për ty me që po i afrohemi fundit të bisedës fatkeqësisht sepse biseda me ty është vërtet shumë e këndshme dhe pozitive. Me qënë se ke kaq shumë aftësi, edhe kaq shumë prirje dhe po ashtu interesa, nëse do duhet të zgjidhje një, do zgjedhje shkencën apo botën e artit apo muzikën në këtë rast? Më pëlqejnë të dyja, po ndoshta do zgjedhja muzikën sepse kam më afër zemrës. Kështu që për momentin vazhdoj me muzikën apo jo me violinën. Unë falenderoj shumë e dashur që ishe sot me mua në studio, vërtet shumë kënaqësi që të kisha këtu, edhe faleminderit shumë që na erdhe, na mbushë studion me energji pozitive dhe gjithëve na bëre këtë të premte më të dashur akoma dhe po ashtu dhe fundjavën që po na prin tutje. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për ftesën dhe për lejen. Faleminderit shumë, vërtet shumë të këndshme. E tash të dashur, lule shumë të bukurat, faleminderit shumë për kujdesin e treguar, vërtet më pëlqejnë shumë edhe më emocionove faktikisht se nuk e prisja. Dhe të falenderoj shumë edhe njerë që ishe me mua dhe uroj që të shoh tutje për sukseset të tjera, apo jo, do jemi prapë së bashku. E tash të dashur, me kaq pozitivitet sa na mbushi Rudina studion, unë ju përshëndes edhe për sot, gjithashtu edhe për fundjavën që po na prin, që besoj që të gjithë i keni bërë veç sa ato planet e juaja. Ne të dyja ju përshëndesim për sot, duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme dhe ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.